Teksa gara po i afrohet fundit dhe tensioni mes konkurrentëve arrin kulmin, mbështetja nga jashtë po bëhet gjithnjë më shumë vendimtare për fatin e tyre në lojë. Së fundmi vëmendjen e rrjetit e ka marrë DJ Gimbo, i cili ka dalë hapur në mbështetje të partneres së tij, Selin, duke i bërë thirrje publiku që ta votojë në këtë fazë vendimtare. Përmes një postimi në Instagram, ai ka ndarë një foto të Selin duke shoqëruar me një mesazh të drejtë për drejtë dhe pa filtra. Voton në çikën tem se veç kjo meriton fitoren. Postimi është shpërndarë me shpejtësi dhe ka marrë reagime të shumta nga ndjekësit, të cilët kanë komentuar si për mbështetjen e tij publike, ashtu edhe për raportin mes dyshes. Por DJ Gimbo nuk është ndalur vetëm te thirrja për votim. Ai ka shtruar edhe një mesazh emocional drejtuar vetë Selin, duke i dhënë kuraje për ditët e fundit të garës. Duro dhe pak shpirt, shkroi ai duke etiketuar drejt për drejt. Ky gest është interpretuar nga fansat si një shenjë mbështetje e fortë dhe një motivim i rëndësishëm për Selin, e cila ndodhet në një nga momentet më të vështira dhe më vendimtare të rrugtimit të saj në këtë program. Ndërkohë që finalja po afrohet me hapa të shpejtë, gara pritet të bëhet edhe më e fortë, ndërsa mbështetja nga jashtë si ajo e DJ Gimbos mund të ndikojë ndjeshëm në rezultatin përfundimtar. Ju si mendoni? Kush e fiton finalen? Lini komentin tuaj poshtë videos. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.